Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Në muajin dhjetor, disa prej qyteteve të Kosovës më shumë ishin terë se sa në dritë. Pasi, siç u tha, është dritë kërkesa për energji edhe nuk po mundet me ju bo ballë rjeti. Kjo ishte arsyeja që u tha atëherë. E qytetarë që kishin drita u ankun në fund të muajit për faktura të energjisë që sipas tyre ishte e lartë. Problemet me rrymë nuk kanë përfundu, përkundrazi. Brenda këtij muaji, zyrja e rregullatorit të energjisë do të vendos për tarifat e reja të energjisë që do të fillojnë së aplikuari prej 1 prillit. Përveç kësaj, ZRE-ja ka marrë vendim edhe për një ndryshim drastik. Të gjitha bizneseve që i kanë mbi 50 punëtor ose që i kanë qarkullim mbi 10 milion euro, ju ka thonë që prej muajit qershor s'ka mo me ble rrymën prej keskos me çmim të rregullum. Dilni e bleni rrymën në tregun e lirë, ju ka thonë. E në tregun e lirë, çmimi i rrymës për mashallah. Nga njëherë po shkon deri në 500 euro për megawatt. Por çfarë do të thotë kjo për bizneset? Ky vendim qysh ka me ndiku, reflektu tek ta? A ka me shkaktu ky vendim rritje zinxhirore të çmimeve të produkteve në Kosovë? Kjo është tema që do diskutojmë sonte, por për këtë çështje edhe kam ftu debatues shumë të përgatitur, Petrit Pepën nga zyrja e rregullatorit të energjisë, Rudina Heroj Pukën nga Kesko, drejtoresh për konsumator dhe çështje rregullative dhe tarifa, Lulzim Rafunën, udhëheqësin e Odës Ekonomike të Kosovës, Visara Majlin, përfaqësuesin e kompanisë Kivo, Kushtrim Ajvajzin, ekspert financiar që gjithashtu punon për fabrikën e patateve, Pestovën, edhe për me Zoomit do të na bashkangjitet njohësi i fushës së energjisë Adhurim Haxhi Musa. Me që ky vendim i ZRE-s është i bazuar në ligj dhe me që ka miratu Kuvendi i Kosovës qysh vitin 2017, ne këtu e kemi ftu edhe partitë politike me marrë pjesë në debat, e kemi ftu edhe qeverinë dhe Ministrinë e Ekonomisë, mirë po, asnjë prej tyre nuk kanë pranuar me marrë pjesë në debat, sidoqoftë para se t'ja nisim debatin. Unë njëherë po ju ftoj me ndjek një historie shkurt që shpjegon vendimin që e ka marrë ZRE-ja. Nga qershori i këtij viti, çmimet e rrymës për bizneset me mbi 10 milion euro qarkullim dhe me mbi 50 të punësuar do të ndryshohen. Me një vendim të ZRE-s, bizneset do të dalin në treg të hapur për të blerë energjinë elektrike. Deri më tani, energjia elektrike nga bizneset ishte blerë me çmimet e njëjta si ato të konsumatorëve. Me vendimin e ri, çmimi i rrymës për këto biznese do të përcaktohet nga çmimi i energjisë në tregun rajonal. Vendimi i ZRE-s prek të paktën 748 kompani që kanë mbi 50 punonjës dhe 318 kompani që kanë qarkullim mbi 10 milion euro në vit. Çmimet në tregun e lirë nuk rregullohen nga institucione shtetërore e përpasoj, çmimi i rrymës që mund të paguajnë këto biznese do të jetë më i lartë se sa ai aktual. Aktualisht, për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaji, çmimi i rrymës gjatë ditës është 7.79 cent për kilowatt, ndërsa për ata që shpenzojnë më shumë se 800 kW, pjesa mbi këtë llogaritet me çmimin prej 14.45 cent. Në Kosovë janë 16 kompani të cilat janë të licencuara për tregti me energji elektrike. Këto janë disa dhëna bazike, e po filloj me ju, zotni Pepaj, apo na kallëzon kur u marrë ky vendim, pse është marrë ky vendim? Faleminderit jeta në fillim për ftesën që na ke bëu. Besim që ky debat është shumë i rëndësishëm dhe do të kontribuojë në informimin edhe të bizneseve dhe të konsumatorëve që kanë interes për me dalë në tregin e liberalizuar. Në vitin 2016 janë miratu ligjet pakoj e tretë të energjisë, e cila i ka transpozuar komplet direktivat në ligjet e Kosovës. Në 2017 zyra rregullatorit për energji ka hartu një udhëzues për liberalizim në tregut duke i parë thonat e Kosovës, që më shku hapasapi dhe në mënyrë graduale hapja tregut. Në njëjtin vit është deregulluar çmimi i gjenerimit të energjisë elektrike në Kosovë, tu marr parasysh edhe çmimin e Kekut edhe çmimin e hidrocentralit të Iberlepensit. Pastaj ka filluar me deregullimin e konsumatorëve të mëdhej, kyçën e 110, që është Feronik, Lisharsemi dhe Trepça. Pastaj ka qenë në pyetje ose kanë qenë në plan të deregullon konsumatorët të kyçën në nivelin e tensionit mesëm 10 dhe 35 kV. Në atë kohë ka pas disa shqetësime për shkak të mungesës konkurrencës, kërkesave të bizneseve dhe regulatori ka shtyr 2 herë këtë proces të liberalizimit të tregut. Në vitin 2020
e kemi pas situatën e pandemisë, mbyllje, izolim total, ka qenë një frikë. Edhe institucioneve, edhe neve si zërrej, po edhe bizneset me fillu në kohë pandemie, pastaj po sa përfundoi pandemia, filloi kriza energjetike, që rregullimi i çmimeve të tregut në tërë Evropën për shkak të krizës dhe luftës që ka ndodhur në Ukrainë, dhe tash jemi në një situatë pak më ndryshe. Prej asaj kohë deri në këtë kohë rregullatori në fokus e ka pas që më kujdes në aspektin e legjislacionit me përgatitur komplet kornizën ligjore, që kur do që të fillon ky proces, vazhdon vërtet me fillu ky proces, procesi ka filluar. Çka ka ndryshuar në sektorin e konkurrencës prej vitit 2020? Pse atëherë s'ka bo? E shpjegove, kriza, rritja e çmimit, po tash pse do të thonë që tash është momenti, edhe sun pritni mu, sun e shtyni mu. Tash na si regulator kemi bo marrëveshje për një reciproke të licencave me Shqipërinë, Maqedoninë. Jemi në prag të nënshkrimit të marrëveshjes edhe me Malin e Zi. Në njëjtën kohë është kriju edhe bursa shqiptare, që është Alpeksi. Çka nën kupton kjo? Me njoft licencat. Njoftja licencat do të thotë që një furnizues i cili ndodhet në territorin e Shqipërisë, mundet me furnizu cilin do konsumator në territorin e Kosovës. Do të thonë një jetë licenca. Edhe një furnizues që është në Maqedoninë e Veriut, mund me furnizu një konsumator në territorin e Kosovës. E njëjta ndodh. Një furnizues në Kosovë mund me furnizu një konsumator në Maqedoninë e Veriut apo në Shqipëri apo kudo që Republika e Kosovës ka marrëveshje reciproke. Në tjetër kohë, do të thonë, momentalisht historia jonë tha 16 furnizuesi kemi të licencum, tash me këto marrëveshje po thusi kemi vetë 16. Kemi 19 janë të licencum bashkë me licencat që janë me njohje reciproke. Veç ai bën që secili që është i licencum Shqipëri, Maqedoni, është edhe te na. Edhe te na. Domethënë me njohje. Sa janë këta tjerë Shqipëri, Maqedoni, Po shumë të licencum që janë, po ata duhet para se marrë me fillu aktivitetin në Kosovë, duhet me bëni kërkesë në zyrët e rregullatorit për energji, duhet me pruve licencën që Sa prej tyre kanë bërë kërkesën? 7, nëse s'ka bëj deri tash, janë që kemi njohje reciproke. A janë miratu krejt? Të gjitha janë të miratuar për shkak se kanë një licencë të njohur në vendin ku Okej. Zonja Puka, çfarë procedura duhet me? Megjithëse edhe nisën se mundesh që kjo i ndihmon për shkak se na kemi në vitin 2020-2021 kemi bërë bursën shqiptare, domethënë sot është bashkimi i tregut. Kosova dhe Shqipëria ka një treg. Mundesh me tregtu një ditë të parë, por mundesh me tregtu edhe brenda ditës. Do të thotë çdo furnizues mundet me apliku me gjetë një konsumator në Kosovë ose në cilën do pjesë të Kosovës dhe përmes Alpeksit do të thotë me furnizuat konsumator sikur çdo treg. Apo ndodhe njëjta për furnizues të Kosovës apo marrin licencën nëpër Shqipëri, Maqedoni? Nuk kam dieni se a ka kërkesa për Kosovës në këto vende, po muj me fol vetëm për kërkesat që na kanë ardhur, nuk kam këtë informacion. Zonja Puka, mundesh me shpjegu çfarë procedura duhet me njeh bizneset për me dëshmu të hyrat e numrin punëtorëve në Kesko prej tash. Përshëndetje Jeta. Siç e dim, ne jemi si furnizues me shërbim universal dhe i shërbejmë për momentin, furnizojmë gjithë konsumatorë që janë kyçur në nivel të distribuimit. Janë mbi 700.000 konsumatorë gjithsej. 100.000 prej tyre janë të regjistruar si biznese. Që nënkupton, jo të gjitha janë biznese, por janë pika mace në të regjistruar si konsumator komercial. Çka nënkupton kjo? Që një kompani mundet me pas disa filiala, kemi deri në mbi 1.000 filiala që i ka e njëjta kompani, te na figurojnë si 1.000 konsumator, por realisht nëse flasim për biznes, është vetëm një biznes. Që u tregu edhe në storje dhe në njoftimin që i kemi përcjell konsumatorëve komercial, konsumatorë të cilët dëshirojnë me vazhdu furnizimin me çmime të rregulluara përmes nesh që jemi të emëruar si furnizues me shërbim universal, duhet me dëshmu që sipas ligjit kanë më pak se 50 punëtorë dhe më pak se 10 milion euro qarkullim. Në bashkëbisedim edhe me zyrën e rregullatorit për energji, ne nuk i posedojmë sigurisht këto informata, për me ditë sakt, domethënë që i kemi informatat e sakta nga bizneset, është po që duhet me pranu një informat prej kanaleve zyrtare, në këtë rast është mendu administrata tatimore e Kosovës. Pra gjitha bizneset që dëshirojnë me vazhdu furnizimin me shërbim universal, duhen me i dëshmu që i plotësojnë kushtet për të vazhdu furnizimin me çmime të rregulluara. Këto dokumente... Çka ndodh me biznesin që s'ju bjen këto informacione? Konsumatorët të cilët nuk i sjellin këto informacione, ashtu siç e kemi njoftu edhe përmes njoftimit, përderisa ne nuk posedojmë informata, atëherë këta konsumatorë dalin automatikisht në tregën e lirë, për shkak se ne nuk i posedojmë ato informata. Sidoqoftë, ne do të jemi të kujdesshëm. Fjalat dalin. Edhe ai që është me një, po më intereson një konsumator që s'është fort i sofistikuar, s'ka ardhur, s'ti ka pru dokumentet, e ka një butik, një punëtor. Nëse nuk vjen
Të temet kallëzu që i ka dy punëtor. Këtë deshta me e spjegu. Ne jemi të dashur me bo shumë të kujdesshëm në këtë proces, jemi të përdor kanale informuese gjithandej për me informu konsumatorët edhe përmes ekipeve në terren. Për këtë është dhënë një afat 2 javor për me i sjell dokumentet, por sigurisht pastaj do të shihet mundësia në fund kur përfundon afati, që është 21 mars, do të shohim sa prej tyne sa kemi pranuar informata, sa prej tyne mungojnë informata dhe pastaj përmes ekipeve tona në terren do të shohim me pas qasje tek këto biznese dhe apo nëse është numri shumë i madh, atëherë kemi mendu, por nuk e kemi diskutuar ende, me diskutu me zyrën rregullatorit për energji nëse mundemi me u përcaktu një limit të konsumit ose diçka të ngjashme, të cila kish me lehtësu këtë punën. Sigurisht ekziston mundësia edhe me pranu informata përmes ATK-s, për të gjithë konsumatorët që i plotësojnë ose jo. Problemi vetëm këtu qëndron për shkak se jo të gjitha emrat siç janë të regjistruar bizneset në ATK figurojnë në databazën tonë dhe mundet me qenë problem i matching me i gjetë domethënë gjitha këto. Megjithatë ekzistojnë mundësi dhe kemi dhënë pak afat kohor që para datës 1 qershor dhe gjitha procedurave që duhet të ndjekën deri me 1 qershor. E tash, a mundesh vetëm në kallëzu për shembull në rastin e marketit, i cili ka 100 pikë. I ka mundet me 100 pikë, 100 punëtor. A llogaritni ju njësin një market sa punëtori ka me një ven, a llogaritni krejt Kosovë? Jo, llogaritet tër biznesi, për shkak se edhe raportimi kur bëhet në ATK nuk bëhet për pikë, po bëhet për biznesin. Kështu që dhëna që i marrim prej biznesit në këtë rast, i përfshin gjithë punëtorë që janë të regjistruar në kuadër të biznesit, pra me gjitha filialat e tyre. Po ai mundet me pas një market Kaçanik, një në Prishtinë. Pse po llogarisin një? Për shkak se është një biznes i vetëm. Thash, edhe në administrata timore, ai kur e pranon informatën, i raporton gjithë punëtorët, edhe atë një punëtori në Kaçanik, edhe 50 punëtorë për shembull në Prishtinë. Zërin Rafuna, çfarë do me thënie ka ky vendim për bizneset e Kosovës? Biznesi ka prit me shqetësim. E para nuk ka pas një konsultim më hershëm me biznesin. Nuk se sa janë përgatitur bizneset dhe kur është koha më e përshtatshme për biznesin për me implementu. Është parimi i përgjithshëm që çdo vendim do të implementohet të drejtë, sipas qëllimit që sillet vetëm kur konsultohen gjitha palët. Të na është bë praktik, por ndryshim prej vendeve tjera që nuk konsultohet ajo palë që ka me implementuar vendim ose që ka për obligim me respektuar vendim edhe befasohen në moment fundit. Edhe tani brenda 2-3 muajve i kërkohet biznesit që prej 1 qershori me kalue në tregun e hapur. Biznesi ka prit me shqetësim në CEO-dhe ekonomike. Këtë javë kemi ftu bizneset e mëdha mi taku që i kemi antar. Ata ju kanë përgjegjë ftesës, mirë, por me kërkesë të ZRE-s, se kemi ftuar dhe ZRE-n që të jenë prezente në takim, kemi lënë për ditën e hënë që të takohemi me ta dhe do të dalëm me qëndrime konkrete prej këtij takimi, se cilat janë qëndrimet e odës ekonomike që i përfaqëson interesat e anëtarëve të odës ekonomike dhe të tjerëve. Në parim, liberalizimi i tregut i zhdarë që biznesit ketë mundësi të zgjedhë çmimin e energjisë elektrike më të lirë prej furnizuesve të ndryshëm dhe të ketë furnizim pa ndërprerje, mirë po në realitetit të na është pak më ndryshe, për shkak se ka frikë që edhe për shkak ndryshimeve që kanë ndodhur luftës u përmend Ukrainë, Rusinë, po edhe në Evropë që çmimi i energjisë elektrike shkoi shumë lart dhe solli për herë parë një inflacion 2-shifror. Ende nuk e kep një stabilizim jo në Kosovë pas në Evropë të furnizimit me energji elektrike dhe frika është që do të jetë çmimi shumë më i lartë se që është tani. Nëse çmimi është më i lartë, ai padyshim që do të ketë efekt zinxhiror deri te konsumatori, për arsye se produkti do të jetë më i shtrejtë, konsumatori produktin do ta blerë më shtrejtë dhe sfida tjetër është që në tregun e huaj produkti jon do të rritet çmimi dhe nuk do të jetë konkurrent në atë treg të huaj që kanë fituar me shumë njerëz me shumë mundje. Dhe më pas shto këto konkurrencën që krijon një konkurrencë edhe pa drejt mes bizneseve të mëdha dhe të vogla, se bizneset e vogla jesin me çmimin e rregulluar, ndërsa bizneset e mëdha do të jenë të shtyrë, detyruar mu furnizu me çmim më të lartë dhe kemi frikën që kjo mund të ndikojë që të kemi ulje të prodhimit dhe të kemi edhe lëvizje të bizneset, të investimeve, se një ndër, si them, elementet që vinë me investu dhe investitorët e ujë, po dhe investimet e brendshme që i kemi me zgjeru biznesin e tyre është edhe çmimi i energjisë elektrike. Dhe nëse i shohim dhana për shembull gjatë këtyre 2-3 viteve të fundit kemi një lëvizje të investimeve kosovare në vendet e rajonit. Dhe kjo nuk është e mirë. Dhe kërkesa jonë gjithmonë ka qenë të ulëm së bashku, ta konsultojmë biznesin dhe ta shohim kur është
koha ose momenti më i mirë i mundshëm për me implementu vendimin edhe për me dalë në treg të lirë biznesit. Bizneset tona jeta, më faqë për ta marrë vetëm edhe 1 minutë, bizneset tona në gjatë tyre 4 vite kanë pas shumë sfida. Shumë sfida, duke fillu prej mbylljes në kohës së pandemisë, më pas kemi pas sfida se s'kemi pas një freskim të politika fiskale, nuk kemi pas një reformë në sistemin arsimor, se ka qenë një prej sfida mungesa e fuqisë punëtore. E dyta, sipas analizave që i kemi bërë me anëtarët e ODës, edhe këtë fuqi punëtore që e kemi këtu, nuk është e kualifikuar me kërkesat e tregut. E treta, mungesa e reformave në sundimin e ligjit dhe kështu me radhë. Tani shto edhe këtë sfidë, me të vërtetë për biznesin do të jetë barë e rëndë. Zënira Majli, ju dheshni një fabrik të reciklimit në Kaçanik, holandeze kosovare, ki shumë punëtor, a i ki përmi 50 punëtor, mas pari. Po. Hinën qëtë kategori që... Në 2 fabrikat jemi në 400 punëtor. Çka në kupton për juve dhe fabrikën e juj? S'pare faleminderit shumë për organizimin. Mendoj se është pak të diskutu për nivelin e rëndësisë që ka ky vendim i marrë nga ZRE-ja dhe impaktin që do ta ketë në ekonominë e Kosovës. Duhet të theksu që Kosova nuk ka resurs tjetër të energjisë përpos energjisë elektrike. Pra nuk kemi as gaz, as alternativa tjera të cilat prodhuesit në Kosovë, që është mendoj grupi më i atakum nga ky vendim, nuk ka alternativë tjetër. Pra ne jemi detyruar që të përdorim energjinë elektrike edhe atëherë kur nuk duhet apo mund të përdoret alternativa. Dhe duke qenë që e përdorim energjinë elektrike, energjia elektrike në prodhim, në rastin ton, nuk është diçka që aq sot muj me përdor ma pak edhe e kam prodhimin njëjtë. Kilovati përkthehet drejt për drejt në normë të prodhimit. Pra, nëse kjo është e tillë, atëherë me këtë liberalizim të tregut që po ndodhe, që është një luftë që po vazhdon në mes të biznesit edhe ZRE-s kohë gjatë në mënyrë që të arsyetojmë njëri tjetrin mbi atë se si po bëhet ky liberalizim, ne dim sakt që do të ketë rritje të çmimit. Unë mendoj që edhe zoti Pireva këta mundet me dëshmu, për shkak se kur flasim për tregjet, Hupeksi i Hungarisë apo Alpeksi, çmimet mesatare të vitit kalum kanë qenë gati 2 fish me çmimet të cilat momentalisht furnizohet biznesi i Kosovës. Kështu që kjo është ajo çka duhet prit prej 1 qershorit. Në anën tjetër, e kemi edhe... Vish, ta kemi qartë ju po presni 2 fishim të rritjes së çmimit të energjisë. Tu i po trendet. Patjetër. Unë besoj që minimumi do t'jetë 70 deri në 2 fish. 70% deri në 2 fish. Kjo do të ndodhë. Edhe mos ndodhë këtë vit për ndonjë arsye caktuar, me vitin tjetër do të ndodhë. Kallëzëm qysh ndikon në biznesin e juaj, në atë që ju po prodhoni? Çka ndikon, qysh keni me mbijetu? Faleminderit për pyetjen, se mendoj këtu është esenca. ZRE-ja është dashur që me i marrë raportet financiare të cilat janë publike, raportet financiare të performancës së kompanive në Kosovë, të cilat do të jenë pjesë e këtij rregullimi apo deregullimi ta quajmë. Le ta shohin nëse rritja e çmimit në bazë të kësaj që po planifikohet apo të cilën bursat sot e ofrojnë, a do të jenë në gjendje bizneset e Kosovës që ta përballojnë. Unë jam i bindur që jo, të paktën jo tonat. Këtë e kemi vërtetu, edhe kam do të thonë të sakt se nëse ndodh rritja e energjisë mbi bazën e asaj që ne dalim në tregun, ne nuk jemi të gatshëm për këtë punë, edhe jam shumë i bindur që investitorët, qoftë huaj, qoftë edhe ne vendorët, mrena 6 muaj, për shkak se ekziston një periudhë që ti e ban barrën, po pastaj barrën në pafundësi nuk e ban dot. Unë mendoj që këto shumica do të... E ku kemi shku, Visar, kur kështu ashtu çmimi i rrymës është trajt edhe jashtë Kosovë? Dëgjoj, çmimi i rrymës është jashtë
shtrejt, po flasim për tregun evropian. Kosova është një ekonomi në zhvillim. Ne akoma s'kemi hap kapitujt me Bashkimin Evropian për integrim, ku do të rritshim konkurrueshmërinë që të jemi të gatshëm të konkurrojmë me kompanitë e Bashkimit Evropian. Megjithatë është procesi që do të ndodhë dhe gjatë këtij procesi zakonisht Evropa dhe të gjitha vendet kanë dhënë subvencione të jashtëzakonshme në mënyrë që kompanitë të zhvillohen dhe të jenë, domethënë në të njëjtin nivel në mënyrë që të konkurrojnë. Ne ato nuk e kemi pas asnjëherë në Kosovë. Politikanët tonë edhe të gjitha qeveritë kanë pas gojën plot ndërsa veprimet fare. Do të thonë pa preashtim. Do të thonë asnjëherë, sidomos prodhuesi i Kosovës asnjëherë nuk është mbështet siç duhet. Në anën tjetër, vendet tjera kanë marrë subvencione të jashtëzakonshme dhe ata kanë mujt me përballu një gjë tillë për shkak se investimet në makineri ka pas me kosto gjysmë për gjysmë me shtetin, investimet në pronë në tokë ja ka ofru shteti, taksa lirim për 10 vjet e ardhshme për investimet që i ka bëj i ka pas, domethënë ato nuk e kemi pas na. Na i luftojmë prej ditës parë në mënyrë që me rritë dhe për me qenë kompetitiv. Në anën tjetër duhet përmenim, nëse pretendojmë që kompanitë tona të eksportojnë në Evropë, ne duhet dim që kemi një kosto të transportit të produkteve të cilat shkojnë këtu në Evropë, e cila kosto për vendet evropiane është shumë e ulët. Pra kjo kosto gjithmonë i shtohet edhe produktit tonë në fund. Okej, Petrita, kena i përgjigje për brengat e biznesit? Prej vitit 2017 i kemi diskutu këto shqetësime, janë shqetësime të drejta, nuk janë shqetësime që nuk duhet më marrë parasysh. Konsumatorët edhe në vendet tjera funksionojnë në treg të liberalizuar, do të thotë si në Shqipëri, si në Maqedoni, nuk përcaktohet çmimi prej autoriteteve rregullatore për bizneset. Du ta kuptojmë ku e kemi qëllimin. Qëllimin e kemi që çdo në bizneseve që i kemi në Republikën e Kosovës me u ofru mundësi me zgjedh një furnizues. Pse do të duhej një konsumator të jetë i detyruar të merr furnizim ose të merr shërbime prej një furnizuesi i cili është i ngarkuar me shërbim publik ose me ngarkesë të shërbimit universal. Kur këta biznese kanë të drejtën dhe kanë mundësinë që me provu në tregun e hapur me pas se çfarë oferte po i ofrojnë furnizues të tjerë. Oferta është pak më e shtrejtë se e Kosovës. Ka qëlluar kohën Nisan duhet me kuptoj që rregullatori prej momentit kur vendos ose prej momentit kur është kriju dhe ka vendosur çmimin në mënyrë administrative, do të asnjëherë nuk e ka reflektuar koston e sistemit. Tonë jemi dëshmitar që çmimi i kekut prej vitit 2017, prej kur është kemi deregulluar ka të njëjtin çmim. Domethënë as norma e inflacionit dhe çmimit e kekut nuk është e përfshirë. Kjo do të thotë që nuk e reflekton koston reale të cilën momentalisht konsumatorët e biznesit janë të paguar. Do i pa gjitha vështirësitë, veç edhe në diçka veç, do i pa gjitha vështirësitë që ju bizneset që janë përballë me pandemi, me krizën, rregullatori vitin e kaluar ka zbrit tarifën për ju. Do të thonë e ka ulën çmimin e kostos për energji elektrike. Do të thotë një biznes si operojnë në Kosovë, si operojnë në Maqedoni, si operojnë në Shqipëri, si në Mallzi, është i detyruar me gjetë një furnizues me të cilin ka me negociu çmimin. Na jemi vendi i fundit që ende nuk e kemi bërë këtë veprim. Nuk është drejtë me kërku prej rregullatorit me shty edhe një herë obligimet ligjore të cilat i ka. Na po mendojmë edhe të jeni të bindur që rregullatori është mbrojtësi kryesor i këtyre bizneseve dhe i konsumatorëve për shkak se kemi detyrim. Po veç, a është e drejtë me i qitë në treg lirë në kohën kur çmimi i energjisë është më i shtrejtë? A është e drejtë? Tash duhet me diskutu edhe në raport me çmimet e energjisë elektrike në treg. Na kanë njerë po përmendëm vetëm çmimin e një dite ose të një ore. Po duhet me pas se sa çmimi mesatari aty viti për atë biznes. Domethënë çmimet janë pak më ndryshe dhe variojnë prej ofertës dhe kërkesës, prej ditës, prej natës, prej informën se cilën e merr. Për shembull, Hupeksi vitin e kaluar, domethënë ka 100 euro çmimi mesatar për gjatë tër vitit. Domethënë çmimi mesatar i Hupeksit është 100 euro që ka qenë vitin 2020. Plus transmisioni, plus marrja e na po i kuptojmë distribuimit. Unë nuk po them në asnjëherë nuk po them se a jemi të dy fisit.
Shqetësimet e juaja nuk janë të drejta ose nuk kanë arsye. Unë e kuptoj që ju keni nevojë për subvencione, keni nevojë për çdo gjë tjetër që duhet me ofru mekanizma shtetëror. Po mos kërkoni që energjia elektrike të jetë nën kosto për shkak se do të jetë e papërballueshme dhe infrastruktura pastaj nuk mund të marrë në nivelet e dëshiruara për të plotësuar standardet. Do thotë, çmimi i energjisë elektrike duhet me reflektu koston. Nëse nuk e reflekton koston, shërbimet do të jenë më të këqija. Na duhet gjithë me luftu dhe gjithë me kombë bashkë. Petrita, mund është dhe më përgjigj pse bizneset mos me pas luksin me ble prej kekut. Nëse keku është i joni, edhe bizneset janë tona. E kanë të drejtën. Apo ja u mundson qa drejta? Po, e kanë të drejtën. Jo, kur pishetën trekt keku ka licencë të furnizimit me energji elektrike. Përpos që ka licencë të prodhimit të energjisë elektrike, ka licencë edhe të furnizimit me. Kjo është edhe synimit për cilën na po dojmë me orientu dhe me pa se sa do t'jetë konkurenca, sa do t'jetë oferta furnizuesve në këtë rast edhe kekut në raport me bizneset. Keku është të furnizu trepsën momentalisht. E furnizon. Trepsa nuk furnizohet prej keskës, furnizohet prej kekut. Biznesi nuk është kundër liberalizimit, po biznesi po thot nuk është momenti i duhur, kushtet, rrethonat tani që i kemi nuk janë të favorshme për biznesin që tani me kalun tregun e hapur. Se biznesi është për treg, është për liberalizim. Po momenti nuk është. Në momenti nuk është i duhur, na i thamë cilat janë arsyet faktikisht edhe... Luzim, që ka i thua argumenti që kur s'ka me qeni duhur? Jo, ka me qeni duhur jeta, për arsye se shumë vende, na imi duke kaluar në për tranzicionet ndryshme, domethënë prej pandemisë, në për krizat të ndryshme, dhe vendet e ndryshme, qeverit e vendeve të ndryshme edhe evropiane, po dhe të rajonit kanë ofru paketa mi subvencionu biznesit, që bizneset tona nuk e kanë pas. Po në rastin edhe ma të ranë, tash në vend që këtu pak t'ju ndihmohet, e çmimi i energjisë elektrike, që t'jenë ma konkurente, t'ju ndihmohet ta zhvillojnë prodhimin, se ne jemi duke fol në sektorin privat janë të punësum 330.000 punëtor, sektori privat, kurse në sektorin publik janë 82.000, 3.000. Po, ne po kërkojmë që me gjetë së bashku me biznesin, më ullë me diskutu, dhe së bashku me biznesin me gjetë kur është koha më e përshtatshme dhe biznesit mi dhonë mundësi një fazë tranzicionit, që biznesi mu pregadit. Shiko, se kjo ka ndikim edhe në pasqyrat financiare të biznesit. Unë e veç përdu me e këthy debatin, zotni Pepaj, me mas qaru, ti the bizneset mujnë me marë për kekut, po në fakt keku me legjë është i obligum. Krejt që ka prodhan, me ashit keskos. Qaqë so kërkon kesko, në fund ditës, kesko kërkon edhe ma shumë se që prodhon keku, e në anën tjetër, nuk jemi të e liberalizu, do me thonë prodhimin, po pretendojmë që shitjen për liberalizon, po prodhimin, në fund, keku, këta nuk kanë drejt me shku të keku, se krejt rrujma hargjot. Nëse më janë, po mundu në mesjaru pak ma. Në fillim e kemi liberalizu tregun me shumicë, ku janë generatorët. Më thonë, është liberalizu. Është e vërtet që keku ka një marrëveshje të privatizimit me keskën. Po momentin kër këta konsumatorë dalin tregteri. Jo, çka parashe që ajo marrëveshje njerë spjegoja? Ajo marrëveshje parashe që keku duhet me ofru gjithë kapacitetin e dispozicion keskës për plotësimin e nevojave të konsumatorëve për shërbim universal. Do thotë, e ka për obligim me plotësu nevojat vetëm për konsumatorët të cilët janë në rregullim. Do thotë që në këtë rast, nëse dalin bizniset dalin në tregteri, mesin anvisnia edhe një pjesë e ndërmarrjeve të vogla që ajo ka pjesa tjetër, keku e ka të drejtën, ligjore e ka të drejtën e pakontestueshme që mundet me negociu dhe me lidh me cilën do biznes një marrëveshje për me shit energjinë elektrike. Që sa do të jetë kapaciteti i kekut për të prodhuar varet nga mënyra e prodhimit dhe operimit të. Kallëzon veç diçka, real duhet me qenë. Prej tetorit deri në mars, sa energji i metet kekut me ashit dikuj tjetër e jo keskës? Në bazë vlerësimeve që kemi bëna, dikun llogaritë që 150-200 MW nëse dalin këta konsumatorë. Prej tetorit deri në mars po të vesh. Dimë. Jo, tash saktë mos më ka pënuma se nuk e kam këtë analizë. A mund të pranu, duhet të pranu që kur gjë si metet. Jo, i metet për shkak. Metet a? Po metet. A je sigurt? Unë po të them që nuk i metet. Me vet kek, unë e kena vet. Kur gjë si metet tetor ma. Gam. Tetor, nëntor dhe tetor është rrit ngarkesa në mënyrë të paparashikuar. Domethënë kam rri piku i sistemit që s'kam rri asnjëherë. Prej se ekzistojmë si shtet. Zonjën Puka, sa është kërkesa në tetor? Sa megawatt? Nuk e di saktësisht në tetor, po e di që maksimumi është arrit në 1500 në nivel të distribucionit, që shëtaza zotri Pepaj. Që tetori, ama jo maksimumi? Nuk e di sakt për tetoren, po... A e kalon të cifrën?
E të kalon 800. Të tërë e kalon 800. Do më thonë, mbi 1000 është kërkesa. A mendoni ju që me të vërtet kekut i metët rrymë përveç kreqa e meni ju? Çka është me rëndësi me ushqar, unë nuk e di, për shkak se na e marrim vetëm energjinë që na kërkohet. Po është me rëndësi veç me sqaru që kërkesa bëhet orë për orë. Edhe çka po supozoj që edhe zotri Pepa ju mundu me sqaru është që në orë të caktuar me kekut mundet me i mbet ajo energji për shkak se natën kërkesa bjen për energji elektrike dhe respektivisht natën edhe fabrika nuk mu që natën. A pithu biznesit që natën që ti punëtor, puna natën. Ja, veç ta kuptoj. Kur një konsumator do me dalë në treg lirë, duhet me konë pak edhe i kujdesshëm në aspektin edhe ofertës dhe zgjedhjes ofertave. Nuk do të thotë që mundesh me pas një kontratë vetëm me një furnizues. Mundesh me pas mundesh me pas me shumë furnizues. Do të thotë prej kësaj ore deri në këtë orë mund me blej prej kekut. Prej një ore caktuar mund me blej për një furnizues tjetër. Po sunë blejmë prej kekut hiç pranojmë, atë bëm fer. Adin. Unë nuk e di atë çysh kekut. Ne blejmë dimrit prej kekut se jemi të përdorur na. Mos ta marrë Pas 2021-ën. Mos ta marrim një periudhë. Jemi kanë bashkë takim në rastësisht për na vjen me zotin Pepaj për qëllimin e njëjtë. Atëherë kanë qenë 8 operatorë të licencuar. I vetmi operator që neve na ka ofruar realisht çmim për me dalë në tregtri ka qenë Kesko. Edhe atëherë Keku ka qenë i licencuar. Na prap presmi që tash nuk ka me ofruar çmim Sa ja Keku. ka ofruar Kesko çmimin? Kesko me krahasimin e çmimeve të atëhershit, domethënë po flasim në 2021 kur ka qenë, u kanë mbi bazën e çmimeve në Hupex, çmimi ka qenë minimumi 2 fishë gjysmë në atë kohë. 2 fishë gjysmë me çmimin që kemi kanë të paguar. Unë e kam nxjerr. Edhe e keni pagu biznes. Jo, është shtyp vendimi deri aktualisht, deri në këtë moment, kur realisht problemi më i madh edhe për neve si shqetësimi i bizneseve është që ky komunikimi edhe vendimet ad hoc. Kushtrim, kallëzom, ju prodhoni çipsa, çka do me thonë, pagesa e rrymës 2 fish për juve, fabrikën e juj, a nuk kupton që çipsi bëhet 2 fish më shtrejt? Ajo, Jo, përkthema në konsumator. Po, nuk kupton që patjetër 2 fish do të bëhet produkti i a shtrejtohet produkti? Automatikisht që duhet shtrejtohet produkti. Unë personalisht, veç se tash kum fillu mi bë kalkulimet, ti marr çmimet e bazës Hupex, sepse na jemi vesh në tregun e eksportit dhe kontratat janë mbyll për këtë vit. Dhe na paraprakisht duhet i njoftojmë klient spaku 3 muaj për ngritjen e çmimeve. Shqetësimi jonë është pse vendimet po merren në një afat kaq shkurt kohor. Me 5 mars ka dalë njoftimi që deri me 21 mars duhet njoftojmë nga Kesko të gjithë konsumatorët edhe vendimi ka me infochip e 1 qershorit. Unë i kom marrë edhe i kom nxjerr konkretisht për kompaninë tonë, i kom marrë çmimet edhe i kom nxjerr se cili ka me kanë impakti tu bazon çmimet e Opexit, pa i krahasu, pa i shtu kostet e transmetimit, pa i shtu kostet shtesë të marzhës fitimit edhe shpenzimet operative. Një shpenzim i vitit kaluar që neve na ka ndodhur rreth 100.000 euro, me shpenzimet aktuale në treg të vitit kaluar, neve ajo faturë e energjisë elektrike vjetore, spaku do të jetë 2 fishi. Spaku vetëm me çmimet e bursës në treg, pa i krahasu kostet tjera shtesë. Që nuk kupton detyrimisht na duhet të mendojmë për ngritje të çmimeve. Në tregun ku jemi. Për sa përqind menon, masi je ekspert financiar, për sa përqind dush me ngrit çmimin e produktit tënd, nëse 2 fishohet rryma? Po, shqetësimi nuk është vetëm te kjo, sepse na kemi njoftime edhe për rritje të landëve të para tjera. Tash në tregun ku realisht veç se fillojmë me u stabilizu çmimi i produkteve, na po detyrohemi tash me mendu me njerë për lëvizje çmimeve të tjera. Në tregun e industrisë prodhuese, në përgjithësi, çmimi i energjisë elektrike ka impakt direkt në prodhimin final. E ke fjalën për ata që prodhojnë landën e parë, jo? Jo, e kemi fjalën për komplet kompanitë prodhuese dhe përpunuese, jo vetëm ata që prodhojnë landën e parë. Ata që importojmë një pjesë të landëve të para që nuk prodhohen në Kosovë, ka planifikime të rritjeve të çmimeve. Pra është ngritje zinxhirore. Absolut. Domethënë ti detyrimisht kemi mendu me pas ngritje të çmimeve tash kur çtohet kjo edhe pjesa e ngritjes së çmimit të energjisë elektrike, unë mendoj që është një kost pak e papërballueshme. Shto kësaj faktin edhe diçka tjetër. Na po kërkojmë kur gjë tjetër, na jemi për me dalë se s'kemi ka shkojmë tjetër kun kena me dalë herë do kur në tregun e lirë. Na këtë çka po kërkojmë me pas një afat kohor, një njoftim pak më afat. Çka do të thënë pak më? Që nuk kupton. Për neve ndoshta i shkon më e dëshirueshme që t'i bëjmë planet prej vitit tashëm, që të bëhet një njoftim, tregu të liberalizohet nga 1 janari vitit 2026. Në mënyrë që ne kur t'i vazhdojmë kontratat e vitit tashëm, t'i bëjmë planifikimet e çmimeve, t'i njoftojmë klientët, edhe me klientët vendorë në Kosovë.
minimumi i ki 30 dhe 45 ditë njoftim për ngritjen e çmimit. Ne nuk e dim tash se si të veprojmë këtë situatë. Unë këtu po flas tani në përgjithësi për shumicën e bizneseve produse në Kosovë. Çdo vend zhvillum, çdo vendim që ka efekt financiar të biznesi, fillon me 1 janar. Këtë përgatitet gjatë të vitit edhe fillon me vit fiskal. Kjo veç Kosovë ndodh në brenda natës, në brenda 24 orëve. Luzim, çka i thua argumenti që na u gjetëm mes dimrit, kur për lypni ju 1 janar, mu po më kujtohet që dhëtori u kalu në terë sepse sipas qeverisë pat rritje të pa parashikueshme të prodhimit, me një farë mënyre të kërkesës, edhe ju në gjithë foj produsët Kosovës, suksesi juj ishte edhe u bod viktim e suksesit juj, një farë mënyre. E ke argumentin, do me thënë zëre ja është në presion të vazhdueshëm konsumatori që po thotë, mu mës marret, këqër tjetër kujt, ma shumë numra jena na, që s'kena biznese, se jo. Në fund, numri po fiton. Sakrifica jene jo, numri vota, ose dhe votat, hajde ta përkthejmë kështu të bëhem ma direkt, na jena ma shumë vota se jo, edhe në fund, këta janë presion dikon me knaq, bile pe knaqin konsumatorin që s'pja rrisin çmimi. Unë jam shprehën këtë gjuhën popullore që biznesin du të me rujtë si sytë e balit. Na jemi një vend që jemi duke vujt për investimet huja. Investimet huja kualitative. Ne do të ky biznes i cili është ngrit dhe përmban shtetit se një shtet nuk mund të ekzistojë pa një ekonomi të zhvilluar. Dhe krejt lufta sot që është duke bë për shqip në mënyrë globale është duke bë një luftë tregtare. Parë po kthehem te vendimi për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, jetë edhe me këtë numër bizneseve që e kem, se po shifet që mezi dhe bile ende nuk e kemi kalu 1 miliardin. Ne jemi shëndru në një vend importus. Ne importojmë 6 miliard, kurse eksportin e kemi vetëm 1 miliard. Do më vetëm 17% e mbulojmë bilancin tregtar me eksport. Që në vendet e rajonit janë të bërë reforma me hapa ekstrem të mëdha. Sidomos se për mua është një shqetësim tjetër, për shembull, mos shpejtësia e organeve të shtetit ekzekutivit për mi thjeshtësu procedurat edhe me mundësu edhe panelet solare. Mu kriju dhe fushat e energjisë alternative, se kjo është edhe një çështje shumë... Veç si ekonomist, Luzim, spjegoma edhe efektin zinxhiror, sepse unë ta shita qysh qytetari kishe po kursehet, në fund, çka duhet me prit qytetari nëse biznesi kjo te qytetari... Kalzoma efektin zinxhiror. Efektin zinxhiror shumë thjesht. Kjo për qytetarin është inflacion. Është humbje vlerës paras që e ka. Por arsye se nëse këtë produkt e ka marrë deri më sot 1 euro, ai 100% me çmimin e energjisë elektrike sipas parashikimeve, që e tha dhe kushtrimi, ky për 40% ka mund ngrit. Ky nuk do të jetë 1 euro, por 1 euro 40. Edhe për qytetarin, vlera e paras, asoj pagë që e ka marrë, ose atim pensionit që e ka marrë do t'ullet me automatizëm. Nëse deri para 1 qershorit 300 euro e ka pas shportën, tani do ta ketë 350 euro pas 1 qershorit. Do më thonë që po kursehet kishe figurativisht s'po kursehet. Jo, nuk kursehet, se ajo automatikisht për çdo prodhime që i prodhojmë na, që ndikojnë drejt për drejt në çmimet e energjisë elektrike, edhe çmimet kanë rritë dhe ajo kam ju fakturu konsumatorit, se fundit produsi nuk por konsumon vetë, po e prodhon për konsumatorit. Jo veç tregtis, edhe marketeve, se krejt rritet e marketeve i kanë mbi 50 punëtor, krejt ata kanë mirit çmimet edhe të çmimeve tjera. Krejt, në mënyrë automatike ka më shku kjo të ju shtrejtu konsumatorit dhe të ju ullë vlera e parase duke u rrit inflacionin. Veç a duhet zëreja me mendu këtë efekt zinxhiror, a duhet qeveria? Qeveria duhet. Po du me vetë zërejena e kanë menu këtë efekt zinxhiror, po a është fer këta me menu atë punë? Jo, këta duhet në bashkëndim me qeverin. Qeveria duhet me ndihmu nëse zëreja për rrit ka çmimin e energjisë elektrike ose për X ose Y arsye, ata duhet me pas cilat janë veprime tjera me ndihmu edhe qytetarin, po me ndihmu edhe produsin. Po duke fillu prej produsit, prej biznesit. Dikush kish me thonë zotin Rafuna, pse asnjë qeveri prej vitit 2017 nuk menoj për këtë punë, sepse o ditë prej vitit 2017 që na duhet me hi liberalizim, jemi në 2025, u shty mo maksimum. Jo, është e vërtet që s'kanë menu. Hajde. Është punu gjithmonë me zotin Pireva kemi pas edhe takimet përbashkëta në Komisionin për Zhvillim Ekonomik Parlamentit Kosovës, për shkak se zërreja i raporton këtij komisioni dhe ka pas ndëgjime publike
të këtij komisioni në lidhje me këtë çështje qysh prej 2017-s. Edhe partitë politike kanë reaguar dhe gjithmonë kanë qenë ato që ligji nuk është ndryshuar, zot Miralli. Ligji nuk është ndryshuar se pe thot edhe zoti Rafuna edhe na e thojmë që liberalizimi duhet me ndodh, nuk ka të keqe kur gjë prej liberalizimit. Megjithatë, edhe kërkesat e Bashkimit Evropian, do të thonë e definojnë një gjë që liberalizimi duhet me ndodh kur ajo krijon një konkurrshmëri edhe e cila është në benefit të vetë qytetarëve dhe bizneseve të atij vendi. Do të thonë, jo me kriju ti diçka që me konkurrshmëri ti jetu e prish konkurrshmërinë. Pse 2017 kur ke çmimi i olt, nuk u bë çatëherë. Atë kujtohet pse nuk u bë se je më ti përfshim këto debate. Po nuk është bë asnjëherë për shkak se një prej argumenteve ka qenë konkurenca në tregun e Kosovës. Domethënë, ju gjithë bizneset keni thonë po na dëmton. Mungesa e kompanive të cilat ofrojnë, ju e diskutuat edhe një çështje në lidhje me kekun. Domethënë, duhet deklarojmë që dikun 90% e prodhimit të Kosovës, importi ka qenë dikun 12% vitin. 86% bulohet prej 86% bulohet prej. Do thonë pjesa tjetër është import dhe burime të ripërtërshme. Edhe po pretendojmë se që kjo është ajo kosto e nalt të cilën aktert në energji nuk po e përballojnë dot për shkak se po duhet me shit lire me ble shtrejt. Edhe kjo po afekton komplet pjesën e do të thonë tregut të energjisë Kosovë. Unë nuk mendoj që na kena me pas na herë të drejtën me ble deri në 2036 në Pekikut. Ajo s'ka me ndodh. Për shkak se kjo drejt është e kecit edhe mjaftueshëm i plotson nevojat. Bizneset do të jenë diku 20% e konsumit të cilat do të dalin aktual. Nuk e dim saktësisht, se jemi tu i grumbulluar. Por nëse është totali është 40% i bizneseve. Të paktën në bazë të raportit. Konsumohet për janë biznes, pjesa tjetër konsumohet për bizneseve. Po, 36 sipas raportit të 2023-s. Nëse është 36% biznes, ju po pretendoni me i qitë nashta gjysmën e tyne. Të cilat kanë konsum, të paktën gjysmën e këtij konsumi, që nënkupton dikun 15 deri në 20%. Është pikërisht kjo pjesa që e mungon, do të thonë, ose që po mirret prej anës së importit. Unë s'kisha dashur me besu që kjo është arsyeja, që me thonë, këto biznese le ta blejnë që aty shtrejt, na i hekin barrën neve, do të thonë, për shkak se që energjinë e shtrejt që na pe blejmë, s'kena me pas nevoj me blejheq, edhe këta tjerë t'i majmë na se i kena ashtu. E tjetra e cila unë... Kjo është arsyeja, Visar? S'po du me besu. Unë nuk menoj që zëreja punon në atë. Nuk, kemi diskutu gjatë, po... Ka shku me ende në herë në atë. Në anën tjetër e kemi edhe një çështje tjetër. Nëse ne e blejmë sot prej kec me një çmim caktuar. Dhe kec furnizohet në kek. Nesër nëse ky kec me cilën ne bojmë marrëveshje, blejmë prap me çmim të caktuar në kek dhe na i shet më shtrejt, edhe kjo nuk është e drejtë. Kështu që mendoj që ka mundësi të ndryshë, jo keci, më fal, tregtari në këtë rast. Ti e bën një marrëveshje të tregtisë dhe në një moment caktuar ai në vend që me ble prej Hupeksit ose prej Maqedonisë ose Shqipnisë furnizohet prej kekut. Po nështë duhet më bo vetë furnizues. Çuçi kanë bo do? Po jo vetë furnizues, po gjenerimin nuk e ki dorë. Do të thonë, gjenerimi nuk është i Kosovës, do të thonë, në tregun e hapën. Se po të ishte ashtu, do të ishte ma ndryshe. Hajde ta kthejmë komplet në treg të hapën edhe ta këshyrim pra... Edhe gjenerimin e këtë kajën. Qysh po kalojmë, që atëherë do të ishte një liberalizim i plot. Unë menoj që zëreja duhet me vazhdu me liberalizimin, me gjitha duhet këtë kujdes edhe nuk menoj që është momenti i duhun për shkak se nuk kemi qeverit konstituume, nuk kemi parlament konstituume, po vjen në një moment ku
Komisioni për Sikujt Zhvillim me Ekonomik me fjalë tjera. iku adres. Do të thonë edhe nuk e ke edhe një fjalë për janës tyne ajo të e mbështet ajo. Do të thonë edhe kjo është. Për shkak se ata dikush duhet me dalë. A ja keni quna i letër në ankesë, mu taku me ministra, me folë këtë punë? Ne jemi duke prit takimin tonën me bizneset që tham, e do të krejt bizneset si një lloj peticioni. Edhe do të shkon edhe te kryetari i kuvendit, po edhe te kryeministri, edhe te ministrja e zhvillimit ekonomik, zonja Rizvanolli, edhe do t'i drejtojmë, po ajo që tha Visari, për momentin jemi jetim, se s'kemi institucione dhe s'kemi kujt më ju drejtu. Adhurim, po du me të përfshi, po ishe që i kemi këtu, do me thonë, interesat të ndryshme. Kryesisht, po du mu këthy te presioni që i dham na qytetarët qeveris përjetimi ku patëm terë ndimër. A pet muj me përfundu që ashtu, dhe kjo puna e qytyn e tarifave është të bo dhe si rezultat i asaj që ka ndodhe ndimër. Qysh duhet me ecë për para? Faleminderit për ftesën së pari. Më duhet me luaj dy role tash këtu. Një anë jam ekonomist, po jam ekonomist i energjisë, edhe më duhet një anë me përkrah zyrën e rregullatorit të energjisë për këtë vendim. Në anën tjetër duhet me kuptu edhe dhimbjen që e ndjejnë bizneset. Zyra e rregullatorit të energjisë nuk e ka për obligim me bë politikë industriale apo tregtisë. Domethënë ai vetëm e ka për obligim me ndërtu politikat energjetike të vendit për me siguru furnizim stabil. Po në anën tjetër, çdo vendim i kësaj, me qenë se energjia elektrike përdoret si input në shumicën e proceseve ekonomike, biznesore, industriale, po dhe shoqënore përdoret si input, atëherë kjo drejt për drejt indikon shumë shtresat të ndryshme të shoqënisë. Edhe kjo është ajo që po e vrim tek bizneset pse po ankohen. Mos harrojmë se një shoqëni e zhvilluar nuk ka mundësi me ekzistu pa një ekonomi të zhvilluar. Një ekonomi e zhvilluar në kupton edhe biznese zhvilluar, biznese që kanë aftësi konkurruese, jo vetëm me thonë kështu brenda kufijve të Kosovës, mirë po edhe jashtë kufijve të saj, domethënë të jenë konkurruese në tregun rajonal, po pse jo edhe atë evropian. Adhurim, a muj me të pyet, a ka ndaj shembull të çti debate që po e bojmë Kosovë, jo me sigurt që s'jemi veç na kosovarët unik në Evropë dhe botë që po bëhet ky debat, sepse çmimi i energjisë është temë në çdo vend prej që ka filluar lufta në Ukrainë. Qysh e kanë zgjidhur që te vende tjera, kemi ndaj shembull me marr, duke mos i bankrotu bizneset. Deri në fund, domethënë e di që bizneset kanë pas dhimbta edhe atje, qysh ju kanë imu qeverit atje, ose qysh e kanë zgjidhur? Politikat industriale dhe energjetike shpesh koordinohen, edhe nëse marrim si shembull Gjermaninë, por shumica e shteteve të zhvilluara të BE-s, faktikisht bizneset paguajnë çmim shumë më ulët se sa anvisrit. Kjo me qëllim të rritjes së aftësive tyre konkurruese, mirë po edhe për shkak të intensitetit lartë të energjisë që e kanë në procesin e prodhimit. Edhe faktikisht, për shembull në Gjermani, po edhe në vende tjera të BE-s, pjesa e madhe e tarifave të rrjetit, të kostit, të transmisionit apo të distribucionit, sidomos bizneset e larta industrial, domethënë ato lirohen për një pjesë të madhe dikon deri 80% më pak e paguajnë të shpenzimeve të rrjetit, por edhe taksat ndryshme që janë për shembull për krahje e burimeve të ripërtritshme që janë taksa të cilat nuk i paguajnë bizneset. Domthonë kjo është ajo formë cilën me çdo kusht tentohet me ju ofru ambient sa më të përshtatshëm për me bë biznesin, ndërsa në Kosovë, nëse i marrim dhe analizojmë tarifat e energjisë që i paguajnë bizneset edhe anvisrit, atëherë bizneset çdo herë paguajnë çmimin më të lartë. Mirë, a është mit, po du veç edhe diçka, po du me dalë drejt në 15 minutat e fundit. Këtu, në debat adhurim, kemi me pas temën e shtrejtimit të çmimit të rrymës. Mu po më intereson, prej teje që po vjen prej jashtë, po du me hinë temë prej teje, a është mit që Kosovë kemi rrymë të lirë, apo është e vërtet? Ti i krahason çmimet e rrymës, vazhdimisht mirë është me çët punë, a është e vërtet që na kemi rrymë të lirë, apo kemi rrymë normale të shtrejt? A jemi të pagu shumë, a jemi të pagu pak në Kosovë? Përgjigjen është
më ia dhoni përgjigje relative. Zotri Ramojli shumë mirë e tha se Kosova nuk ka burim tjetër të energjisë, domethënë na nuk kemi qasje në gaz, për shembull nuk I kemi tubat e gazit, domethënë e vetmja formë që disa biznese furnizohen me gaz është nëpërmjet disa cisternave, domethënë nuk kemi burime tjetër përpas asaj të energjisë elektrike. Meqense se shumica e bizneseve përdorin energjinë elektrike si burim të energjisë, atëherë na duhet me pas shumë kujdes në formën se si e adresojmë këto. Për çka më erdh mua pak, me thonë kështu pagas si befasi e madhe është për shkak se as nga ana e ZRE-s, por as nga ana e Keskës nuk po dihet se faktikisht so biznesi janë të prekta për kësaj. Faktikisht o morë një vendim, mirë po nuk po morë një vendim I bazuar në evidencë empirike e cila tregon, hey, shiko çto janë çto biznese që kanë mua ataku, këto biznese janë në çto sektor janë sektor ndoshta cilat kanë intensitetin më të lartë të punës, domethënë ku fuqia punëtore faktikisht janë burimi kryesor I vendeve të tjera, I vendeve të punës. Faktikisht mungon një analizë e tillë, faktikisht e morën vendimin, edhe tash I thojmë po na ty e mbledh na këto. Faktikisht është dashur e kundërta mendos para prakisht na mbledh dhonat, me boni skanim të gjendjes se ku jem, edhe në fund me ul me biznesa me thonë, hey, shiko, ne jem bosh 7 vjet apo 8 vjet që është marrë ky vendim, jena të e shty, I shikojmë edhe disa mundësi tjera, mirë po një ditë ne do të me marrë këtë vendim edhe e kemi një lloj planifikimi. Adhurim, nështë ki drejt, po, nëse jemi të fundit, që sa zotni Pepa, jemi të fundit Rajan që pebojmë këtë punë, mirë I shkonë me pas analizë, po s'kemi ka e shtymë mu. A menon ti që mi pas kejt dhonat, këshi marrë në rezultat tjetëra, prap s'ki ka e shtynë, duhesh me liberalizu në herë. Shiko, po, duhesh me liberalizu në herë, mirë, po mos të harrojmë se pyetja a kemi energji, na nuk kemi energji tepër, dhe kjo komplet të orë si rezultat se me shumë drejt ku nuk ka me pas energji për mi ushit konsumatorëve industrial. Edhe nëse ka me pas, atëherë ka me pas nështë për 2, 3, 5 ose 10 apo për 10% tyne, mirë po jo për 800 bizneset cila do të afektohen nga ky ndryshim. Mirë po, nëse kishmi ardhur në atë konkludimi I njëjtë, atëherë më mirë është me ardhur te konkludimi I njëjtë, duke qenë I mirë informuar se sa duke u hamencu, ndoshta do të jetë kështu, nëse ndoshta do të jetë ashtu. Prandaj është pak e zëdhëmshme që vendimet nuk mirën të e pas bazë informacionin ose skanimin e gjendjes, mirë po vendimet kryesisht mirën, hey, u bën 6 vjet, 7 vjet, edhe tash na po duhet me marrë në këtë vendim edhe thjesht ka ardhur momenti. Mirë po momenti, unë besoj që nuk është më I dukuni, për shkak se gjendemi pikërisht në fazën kur kemi turbulenca të mëdha në zinxhirët e furnizimit, edhe përderisa bizneset ndeshen me këto probleme, na e hudhëm edhe një gur tjetër sikur që është ky guri me këto. Mirë po, ndoshta zyra rregullatorit të energjisë ka marrë vendimin e duhur, mirë po duhet tash me kriju mekanizma shtesë për cjellës korrigjues të rritjes së këtyre kostave, ashtu që bizneseve më dalë më përkrah. Zoti Ramoli shumë mirë përmendi që tha vendet e rajonit përkrahen, domethënë bizneset e rajonit përkrahen në forma të ndryshme, marrin subvencione, është e vërtet. Aq subvencione të mëdha marrin jo vetëm vendet e rajonit, por vendet e BE-s, bizneset aq shumë subvencionohen që nuk na I merr mendja neve, ndërsa në Kosovë unë shoh që bizneset e kanë mundësit për subvencione ndryshme janë shumë tolta. Vetëm ta cekë edhe në diçka, ndoshta që zyra rregullatorit të energjisë sa më shpejt do të më punojnë këtë drejtim, është që faktikisht bizneseve me u leju që ky pavani që është dikon 200 kW kapacitet për energjinë solare mbi kulmet e tyre që I kanë, ky limit mos më ekzistu, po do të më u hap shumë më shumë për bizneset ashtu që këto më e ndi sa më pak më ndi dhimbjen e ngritjes së çmimit të energjisë elektrike. Okej, adhurim, Petriti po do më reagu, s'po pajtohet me ty, prit veç pak. Vetëm du me informu se regulatori nuk është që s'ka analizë dhe asnjëherë në historinë e këtij regulatori nuk ka bërë një vendim nëse nuk ka pas një analizë paraprake. Do thotë ne kemi analiza dhe dim shumë mirë se çfarë veprimi mi ka marrë ose ku po dojmë dalë. Atëherë sa biznese afektohen kallxana? Sipas listës që kemi marrë për ATK-s, janë diku të 1000 biznese që mujnë mu afektu drejt për drejt edhe me njershëm. Do të thonë ata janë bizneset mëdha të kyçën në nivelin 35 edhe 10. Kjo është ajo që e kemi bu.
në bashkëpunim me Keskon, për shkak se Kesko i ka bazën e dhënave të konsumatorëve, rregullatori nuk ka. Rregullatori merr dhëna prej shtetit, i verifikon ato, ka analizat energjetike që të cilat mirën, ka çmimet, bën analizat çmimeve të tregjeve tjera, krijon një raport, krijon një analizë dhe pastaj vjen te përfundimet e vendimit të caktuara. Ne jemi shumë kujdesshëm në këtë drejtim, jemi shumë kujdesshëm edhe në mbrojtjen e konsumatorëve. Jemi autoriteti kryesor në këtë vend që kemi me obligim me ligj më kujdes për konsumatorët dhe mos melon në asnjë rrethon që një konsumator apo një furnizues në një treg me abuzu me çmime, për shkak se kemi monitorimin dhe kemi kontrollin në çdo moment, edhe pse hapet tregu, detyra jonë është me monitoru tregun dhe mos me liu në asnjë rrethon që asnjë furnizues mos me mujt me manipulu me çmimin ose me abuzu me një konsumator. I keni të drejtën e mbrojtjes dhe rregullatori është këtu për me ju mbrojt. Domethënë, me kujdes që asnjë efekt negativ përposë efekteve që janë jashtë kontrollit zërres, që s'mund të kontrollu. Unë po pajtona që subvencionimi duhet, po rregullatori nuk ka mekanizëm të subvencionimit. Rregullatori nuk është autoritet që subvencionon. Përkundrazi, rregullatori me ligje ka të ndaluar edhe me subvencionu. Domethënë nuk mund me leju që një kategori konsumatorëve me subvencionu një kategori tjetër të konsumatorëve. O, e kena bod, kemi vitet tona për veri e nuk muj me leju. Kuj pithu, kosovarve që ja kena pagur me veri, s'lejohet. Lejohet edhe veç aje i fort. Nuk lejohet në aspektin, po fan, nuk lejohet në aspektin, edhe nuk është e mirë. Një dhe kena bo Kosova, ja kena pagur rrëmën veriut. Kena subvencionu, 25 vjetë. S'kiti faj, veç nuk mund shmi thonë qytetarve, nuk lejohet subvencionimi. Ja u kemi subvencionu sërbëve të veriut rrëmën 25 vjetë. Ja kemi subvencionu, është e vërtet që kemi subvencionu, janë rrethonat, arsyet pse është subvencionu, është dalë një vendim gjykate që ka thonë keni pas gabim, vendimi gjykatës është respektuar. Okej, po kthehem te tema. Veç një pyetje. Veç pak. Urdhën adhurim, shkurt, se kemi intervenimin. Vetëm që kjo është shumë e rëndësi. Intensiteti i energjisë, ekonomisë kosovare është minimumi 2 herë më i lartë se sa i BE-s. Prandaj çdo rritje e çmimit të energjisë transmetohet, domethënë në rritje mbi proporcionale, edhe nëse ka pas rritje gnena në BE, bizneset e Kosovës kanë me pas rritje mbi proporcionale për shkak të intensitetit lartë të energjisë. Edhe faktikisht është me rëndësi, zotni Pepa e tha, unë nuk thash që zyra rregullatorit të energjisë duhet me bë subvencionimet, ato janë mekanizma të tjerë shtesë që i ka qeveria ose shteti, institucionet përgjithëse për me kriju politika industriale, politika të tregtisë, me qëllim të përkrojës më të madhe të biznesit. Mirë po, zyra rregullatorit të energjisë është e vërtet nuk ka mundësi me i përkrojë në forma të ndryshme, përpos që me ofru hapësinë shumë të madhe, sidomos në zhvillimin e projekteve të vogla. Edhe një ide për ndim, tha me aurit tavanin 200 megawatt. Pse s'pe auritni? Nuk e ka ndaluar asnjë biznes nuk e ka ndaluar tavanin, secili biznes mundet me instalu për aq sa ja lejon hapësina vet me instalu. S'ka tavan. Treg. No, veç pak. Veç ta kuptojmë. Dallon kur mbështet, kur kini skem mbështetje, domthonë skema mbështetje do të më kon e barabartë me të gjithë, domthonë nuk mundesh me mbështetje dhe me të lënë pa kufimet mbështet. Po nëse ti don me ndërtu përmi tavanin që kemi na, ti ndërto, pastaj gjej një furnizues ku e ban shkëmbimin e energjisë elektrike. Domthonë, kjo është mundesh me Keskon, mundesh me centër furnizuesi, por nuk e ke ndaluar. Domthonë mundesh edhe 500 kW, mundesh edhe 1000 kW me instalu palë solar, nëse ti ke hapësirën e objektit tonë. Visar, pastaj tregtimin. Jo si personal. Jo, veç edhe tregtimin i leju me tarif të rregulluar. Do thonë duhet mande pjesa. Jo me barazim. Jo, e ban me barazim, po me çmim me çmim mirësh vesh. Me çmim mirësh vesh. Me çmimin që stabilet. Negociim që kjo tregi negociim. Çmimin që s'ekziston. Jo, na po folim për diçka që s'pe provojmë. Po. Domthonë ta provojmë një herë. Ta shohim se ku po dalim. Nëse veç pak, jo, nuk e kemi provu. Jeni të bindur që nuk e kemi provu. Se konsumatorët që e kanë provu janë tregtlirësit. Është Ferroniklin tregtlirë, Shartsemin tregtlirë, Trepçi është tregtlirë. Janë edhe katër me provu, po thu investoj paret e tuja, pe provoj me paret tuja. Jo. A investimi tëne? Jo, në asnjë aspekt. Unë gjithmonë flas në aspekt. Provu se kena marrë ofertë. Jo. Po pikërisht për çet punë që kemi marrë ofertë, kemi pas kontratë bilet në shkruan në 2021. Mirë. Kjo proces ka fillu, nuk është që është sot ka diskutuar për këtë punë. Është prej 2017, bizneset e kanë pas mundësi jo rregullatori me rrugë, po vetë bizneset duhet me kërku alternativa tjera dhe mos mund varë prej një furnizuesi. Nuk është
këtu duhet me provu, nëse ju shini se ofertat janë abuzive, janë për te i çmimeve që i ka tregu, për te i çmimeve që të përballueshme, për çat punë është regulatori. Mos me leju këtë punë. Nëse mund të më ndërhyj lutem, me qenë se është përfaqësuesi Keskës këtu edhe zotri Pepa e përmendi që gjitha informatat i kanë edhe janë rreth 1000 biznesi që kanë marrë këtu. Atëherë cila është logjika që mu detyru me një njoftim të Keskës që ka dalë dje, të gjitha bizneset që ekzistojnë në Kosovë duhet me shku në atë kë me nxjerrni një vërtetim në cilin shënon qarkullimi i biznesit edhe numri i punëtorëve dhe me u dorëzu në Kesko. Që realisht këtë shërbim atë këja nuk e ofron. Pse? A më i veç pak shtë me se pëmdo këtë më kesh kuptove. Unë thash 1000 bizneset cilat janë potencial, se ne alojemi Ama ti allurimit e të nuk jena pa analizë. Që ti i kalzove ati që jemi, e kena bo analizën ta s'pët konvenon analizë. Jo, analizën e kemi, edhe e kemi nuk është e sakt përfundimisht për desa nuk i marim informatat. Mirë, shumë pyetje e mirë. Po, ne kemi analizat. Se një butik, pse keni ngarku, një butik me shku, Kesko, OTK, KNEA, ati çfarë procedure është, e 10 e bizneseve është. Jeta në vende të ndryshme, ekzistojnë legjislacione të ndryshme që është rregullu kjo. Në shumë vende është vendoset një tavan i konsumit. Edhe dihet që mbi çat konsum dalin konsumatorët në treg lirë. Po të na ligjet kur janë bo, e kanë bo 10 milion qarkullim vjetor edhe 50 punëtor. Është ligji që e ka përcaktu. Po është e vërtetë që titulli i njoftimit ka dalë i tillë, po nëse lexoni njoftimin brenda, kërkohet kushdo me vazhdu furnizimin me tarifat të rregullume, është i obliguar me sjell këtë dokumentacion, për ndryshe ne nuk mundemi me e ditë, ai butik, ai ka disa filiala të tjera në për Kosovë, edhe ka ma shumë se 50 punëtor. Për me u siguru, është domethënë organi kompetent në këtë rast ATK-ja. I bjen që kush nuk e bjen, penalizohet, s'ki qare pa e pru, 100.000 biznese kanë me pru. Unë e spjegova në fillim. Sot një javë është afati fundit. Sot një javë? Sot një javë, me 21 është afati fundit që duhet modërzu. Unë e spjegova në fillim. Kompani që kanë fillu me zboglu numrin e punëtorëve shkaku i kësaj. Kjo kish mujt më zgjidh shumë lehtë. Është 50 punëtor ose mbi 10 milion. Është kriteri, njërin prej kushteve. Njërin prej kushteve. Kriteri kish mujt më zgjidh shumë lehtë. Zëni Ramoj çfarë ka kompani të cilat i kanë për shembull 55, 60 punëtorë ose 62, kanë fillu me i hjek ato. Unë ndigjova dje. Do të thonë, për shkak të kësaj, për shkak se s'dojnë me dalë, se e dinë që çmimi i energjisë do të jetë më i lartë, edhe kanë fillu me i hjek. Shkojnë atë dhe po thojnë hekmi. Edhe kanë me hjek, kemi pa, do të thonë, sidomos biznesin ta quajt vogël të mesëm. Veç ta kanë nuk i largojnë për punë, por rritet informaliteti. I mojnë zez, derisa me Covid e kretu inkuraju kontrakt, dhonja e kontratës, subvencionimi, tashti, po dekurajohet. Do të ketë edhe kësi efekt. Megjithatë, po du, me qenë se jemi pak para përfundimit, zëreja bashkë me qeverinë, e cila për momentin nuk ekziston për neve, që ky proces për që ato po thëmë është i mangët, se ishtë dasht me ullë, munën me vendos... është në detyrë, nuk o që s'munën... Munën me vendos kapak. Do të thonë, ekziston mundësia që për industri caktume, për shembull me thonë, për prodhimin, ose asë me qenë se strategji ke për vendin për zhvillim, i vendos një kapak. Edhe thotë, okej, që kjo është kapak. Kjo ka ndodhur në Gjermani. Kapaku, visar shpjegona që të punë. Do të thonë, çmim kapak. Unë e di që tash kur dalim treg të lirë edhe është do të jetë shumë e vështirë, po kapaku nënkupton edhe me subvencionim. Jo pse do t'i vendosë tregtarit kapak. Megjithatë, kapak çmim në kuptimin ndaj klientave në këtë rast. Këta e ka bërë Gjermania dhe gjatë kohës pandemisë, vendosi kapak. Edhe tha, okej, edhe pse çmimi i gasit dhe i rrymës i krejt është më i lartë asaj, kapaku i kësaj është këtu, pra tavani. Pjesën tjetër e subvencionon. Nëse po doj me bu proces, do të thonë të mirëfillt, i cili do të kishte pak ndikim në ekonomi, atëherë duhet të ishte gradual. Edhe duhet të ishte i tillë që për me ofru siguri të çmimit.
Siguria e çmimit në këtë rast do të na jepte mundësi që ne ta planifikonim edhe të bënim ndryshimet e nevojshme në biznes në mënyrë që ti përshtateshim rrethonave të reja. Për me përmbledh veç të temë. Nëse kjo është e mundëm, pra. Prej anës juj, u tha që 1000 biznese jeni. Çka i thuni argumentit që po më intereson Luzim, 1000 biznese sa ndikon në çmime nëse prej 100.000-ve, jo 1000, llogaritë parafërsisht, po marrim që shifër që e dha Petriti, është 10% e 100.000-ve. A jeni ju, a janë që ta 1000 afektues në çmime për konsumator? Sa ndikon, sa përqind të ekonomisë e kanë që ta 1000 biznese? Po ndikon shumë, se këta janë, si them, baza kryesore që e bardh barën e zhvillimit ekonomik, se këto hynë edhe prodhues, po edhe ofrues të shërbimeve, për shembull, i bankat. Ato me automatizëm i reflektojnë të shërbimet. Biznesi reflekton të prodhimi, dhe kjo reflekton 100% të konsumatori. Se është ajo core, domethënë është tamam ai thelbi që e bardh barën kryesore. A e din çto 1000 biznese, sa përqind të ekonomisë kanë qarkullim? Përafërsisht a munsh? Nuk e di përafërsisht sa. Është pa mundur mu identifiku kjo, sepse kriteri është mbi 50 punëtor ose mbi 10 milion qarkullim. Për shkak të është ose. Sepse ti 50 punëtor mundesh mi pas edhe me 300.000 euro qarkullim. Edhe mundesh mi pas mbi 10 milion euro qarkullim me 20 punëtor. Është e pamundur për mu identifiku në këtë formë. Po në qa po du me ngritë prapë si çështje dhe si shqetësim temin si ekonomist që e kom pa në njoftimin e Kesko. Kesko është të kërku një dokument që sot aktualisht administratat atimore nuk e lëshon. Kesko kërkon vetëm qarkullimi mu konfirmu nëse është mbi 10 milion ose numri i punëtorëve. Letë shkojnë, letë dërzojnë në administratat timore, ose përfaqësuesi i Keskës, në të në argumenton nëse dikush prej bizneseve ka arrit me nxjerr këtë informatë dhe me dërzu në Kesko. Bizneset janë të ranë në lejtitje sepse janë të dërzu informata më shumë se që kërkohet nga Kesko. Mirë, a jetë të thonë numri i punëtorëve s'u ne merr për OTK-s? Nuk mundesh me marrë raport veçantë ku shënon vetëm numri i punëtorëve. Keskës informata i duhet vetëm sa është numri i punëtorëve, edhe sa është qarkullimi. Mirë, çfarë Ka me nxjerrë një gjendje të përgjithshme të biznesit, ku pasqyrohen këtë obligimit edhe qarkullimi i biznesit, që unë mendoj është pa drejt me pas Kesko qasje në atë informat. Edhe ka me pas nështë edhe pasqyrat financiare të biznesit dërzohen atë këtë, që e me pasqyra financiare, a shku numri i punëtorëve atë? Jo, mund të marrë raportin e auditorit, janë informatat të cilat nuk janë bën koordinim me administratën tatimore. Nalu veç pak. Rudin? Fillimisht me sqaru, kjo nuk është kërkesë e Keskos, po është kjo kërkesë që ka ardhur prej zyrës rregullatorit përmes Keskos. Ma ku mirë që kjo informat? Sakt, veç deshta me sqaru që nuk është që Kesko e ka kërku këtë informat, pse ka pas dëshirë me pas qasën këtë informat, po sepse është obligim ligjor dhe janë kërku kanalet zyrtare se si marrë kjo informat. Informatat, bizneset veç kanë fillu me dorëzu informatat e na, i dërgojnë informatat prej ATK-s, ku është një formular ku shkruan numri i punëtorëve, edhe është një formular tjetër në të cilën theksohet qarkullimi. Autoja dhona ATK-ja vetëm numrin e punëtorëve? ATK-ja është, këto janë deklarata që janë të zakonshme për ATK-s, edhe nëse jemi të folë, a ka informata ma tepër se sa vetëm qarkullimi, po ka informata, por ne për me mbrojt, fillimisht duhet me theksu se ne veç kemi qasje në informata të ndjeshme për konsumator, ne dhe jemi pjesë e ligjit për mbrojtjen e dhënave personale, për çdo punëtor që punon në kompaninë tonë veç në shkruan deklaratën e konfidencialitetit për shkak të ndjeshmërisë e informatave të cilat punon, po përveç kësaj, për me qenë se kemi të bëjmë tash me informata të ndjeshme komerciale, ne kemi caktuar vetëm një numër të limituar të punëtorëve të cilët mirën me këtë rast specifik, të cilët kanë nënshkruar edhe një deklaratë ekstra shtesë, domethënë, lidhur me informata të cilat ata kanë qasje. Nuk është që Kesko e ka kërku këtë procedurë, thjesht ju është dhënë dhe edhe një herë po e theksoj kompanitë të cilët nuk dëshirojnë, nuk i obligojmë detyrimisht me na i sjell dhënat, po kompanitë të cilët dëshirojnë me u furnizu me tarifa të rregulluara përmes neve, janë të obliguar me dëshmu që i plotësojnë kriteret që janë caktuar në ligj. Çfarë kriter kish më të plotësuar me deklaratë në mbetim? Edhe me vetë kompanisë. Kritikën që i kanë veç kanë një javë. Po më intereson Kesko që sa e ka ditë që duhet me dalë bizneset në
Kjo është diskutu analizën të cilën e përmendi zotri Pepaj, të cilën e ka bo edhe Ministria, është duke bo, so e ka bo edhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Ka fillu prej janarit me u shqyrtu, do më thonë, nuk është që edhe ma herët nuk ka pas iniciativa, në kuptimin janë kërku informatat e bizneseve të kyqën 30-50 për mu bo një farë matching me informatat. Mirë, unë e pyta, zni Pepaj, kur e keni marrë vendimin që me dojnë Tregtë Lirë? Vendimi është i marrë në 2017, po analizën që kemi bërë për me dalë tashmë kërku, dikun kemi fillu dikun në gusht vitit kalun. Ka dalë. Kur o përfundu që e analizë? Kur o përfundu? Kur e keni ditë që në qershor ka mu dalë në Tregtë Lirë? Kur e keni ditë? Kur është marrë vendimi? Vendimi o marrë njëherë, nuk merret më, s'ka vendim tjetër. Kur e keni marrë vendimin me zbatu? Hajde, që po ta me zbatu një sen 2017. Kur e vendose me një qershor? Vendimi për mu zbatu, për me një qershor është orë pas përfundimit të analiza, pas përfundimit Kur është përfundimi i analizës? Dikun në fundit e janarit, nëse nuk ka bëj. Fundi janarit. Pse prej fundit janarit? Me njëherë nuk ka dollë njoftimi, me dhonë bizneseve 2 muj, ko jo 2 javë. Dhe fundi janarit jemi në mars. Ka pas zgjedhje. Që ka lidhje? Është efekt. Unë nuk absolutisht s'kemi në lidhje me zgjedhje. A jo? Jo. Po duke që është që kjeni? Jo, kapim. Një qershori është data fundit. Janë edhe 2 muj që janë... Jo, dhe 2 javë, tha, me apliku? Edhe 2 muj janë, një qershori ka 2-3 muj. Jemi Mars. Do të thotë, data fundit është një qershori. Prej takimet, komunikimet, që kemi bodën të kalumë, kanë qenë takimet shpeshta, veç e potencaj. Asnjë veprem nuk do të bëhet nëse nuk ka sqarime për secilin detaj, nëse nuk ka vërtetësi për secilin veprem që e bëjmë, edhe nëse nuk ka transparencë. Do të thotë, këto veprim janë ka mirë. Ju keni me pose edhe me faqen e zyrës rregullatorit për energjisë. Do të ketë pyetje përgjigje, do të jemi më aktiv, do të shpërndojmë broshura, do të obligojmë keskën që me i... Faleminderit. Petrit, s'muj me krye emisioni, kena 4 minuta pa të pyet për një elefant në dhomë tjetri e kena këto, është shprehja, kur kesko ketë si kostit kanë kërku me i rrit hyrat për vitin 2025, i kanë kërku zërejës, aja u keni miratu këto kërkesa? Raporti është, nëse s'besoj, nëse nuk vënohem shumë, sot raporti pritet me dalë në konsultim publik, i ftoj piktuhit gjitha bizneset, sa ty shkunë edhe për deregullim, gjitha bizneset, gjitho palë që është me interes në këtë proces, mi lexu këto raporte. Mirë, çka thot raporti? Mi dhonë shqetësimet të tëne. Për sa përqen rritën tarifat, sepse po e dim që duhet, na jemi përgadit, publiku jena përgadit qytetarë, konsumatorë që kanë mu rritë çmimi rrymës, për sa? Rritja është e pashmangshme, për shkak të kostave që kanë ndodhur. Rafërsisht për sa? Parafesisht 15% pritet mu rritë. 15% pritet mu rritë. Cili është arsyetimi, Petrit, shumë e rëndësi publikut shkurt, spjegoja pse duhet mu rritë? Janë dy shkaktorë kryesorë cilët e kanë pru këtë kosto. Është mungesa gjenerimi që ka qenë në vend, edhe burimet e përtishme ka pos mungesë gjenerimit edhe çmimet e importit. Këto kanë shkaktuar rritjen e çmimit. Edhe nuk është përmirësu humbja, që është më e larta në rajon në Kosovë. Humbja janë 13.3% sa i ka ligu. Unë po du me ditë, çka ka me qenë ndikimin ekonomi, kur me një ani kemi biznese që duhet me dalë Tregtë Lirë, në anën tjetër po rritet çmimi 15% për krejt konsumatorët. Çmimi rrymës. Një ulje e standardit jetësor të qytetarëve të Republikës Kosovës, një inflacion, që ne kemi luftu që mos me pas inflacion, se prapë e theksoj që ne edhe kemi importu shumë inflacionin dhe importojmë inflacionin shumë, për shkak që importojmë shumë madra. Fatkesisht kjo do të apritë qytetarin e Kosovës, do të apritë edhe biznesin, do të ketë të kurje të investimeve. Këto janë ato pasojat më të mëdha, po ne si odë ekonomike mas takimit që do ta kemi ditën e anë, do të shfrytëzojmë gjithë mekanizmat, se këtu bëhet fjalë për interesin publik. Do të shfrytëzojmë gjithë mekanizmat për me kërku që ky vendim mos mu implementu me një qershor për mu shtymi dhënë biznesit kohë mu pregadit, kurse sa i përket qytetarëve janë institucione tjera që duhet mu marrë me interesin e qytetarëve. I lutem Zotit që deri në maj ta kem qeverin, ta kemi kuvendin, ti kemi edhe institucionet ku do të kemë mundësi më ullë edhe me lobu edhe me negociu që për të mirën e biznesit, për të mirën e qytetarëve mos ketë ngritje të çmimit të energjisë. Për fund po më intereson edhe mendimi i Keskos, reagimi në faktin që ju ja keni kërku 35% rritjen e çmimit të rrymës edhe rritjen e hyrave, e
po ju aprovojmë veç 15%. Qa menoni për këtë? Na nuk e kemi kërku 35%, është rritja e marrit dhe jo domosdoshmërisht rritja e marrit reflekton rritjen e tarifave. Rritja e për shkak se na si Kesko kur aplikojmë për tarifat e rregulluara, nuk kemi informat se sa është kërkesa e kostit edhe kecit dhe nuk mundemi me reflektu, kështu që nuk e dim sakt në aplikimin ton sa është. Megjithatë ne besojmë që kërkesat tona janë me i reflektu kostat me të cilët kompanitë janë përballë, që ne jemi përballë me rritje të çmimit të importit. Nuk e kemi po ende raportin për shkak se nuk është publikuar, nuk e din nëse në ndërkohë. Nëse është 15%? Duhet me pa se jo domosdoshmërisht është reflektu kërkesa jonë ose jo. Për mos me shpërndar në lojë me treme, Petrip, e kom shumë me rëndësi me nga tregu. Kur e momenti që rritët çmimi, çka do që të është që këtë çmim, kur e momenti, kur kryen konsultimet publike, kur janë kretë që me ditë datën, kur me prit njerëzit që na mos me shpërndar diçka tjetër, mos me shpërndar. 2 javë ditë. As tjertë mos me shpërndar. 2 javë ditë është konsultimi publik. Brenda këtyre 2 javëve u ftoj kretë kushdo që ka ekspertizë, që mundet me lexu raportet tona, që mundet me komentu raportet tona, e që mundet me dhonë vlerësim ose kundër argumentet e na janë të ftun brenda 2 javë. Mirë, po me 1 prill ka me nis. Mas 2 javë, deri me datën 28, nëse e publikojmë sot, deri me datën 28 do të jetë konsultimi publik. Do ta shikojmë edhe na kohën e mjaftueshme si profesionist që jemi brenda zyrë me pa se çfarë argumente ose kundër argumente kemi marrë prej palëve të interesit, mi shqyrtu ato dhe pastaj me vlerësu dhe një raportin që në fund mi ju propozu bordit zyrës rregullatorit për energji për aprovim. Po kjo nuk mundet me shku ma shumë se ose ma larg se 10 prillit. Maksimum do të më konë 15 prillit kur do të marrë vendimin. Faleminderit. Kaq kishim kohë, lojme jo gjithmonë të mira mujmë ju dhonë na, si që po sonte. Lojmi që ju da është që s'kemi qare, s'kemi ka shkojnë, kam u shtrejtu rryma, fatkeqësisht, po patëm debat mirë të informum prej gjitha anëve, andaj ju falenderoj shumë që ishit të gjitha palve edhe ka që kemi për sonte, vazhdojnë me ashkuj kalzo.com, natën e mirë.